Territori i Palestinës në periudhën mes dy luftrave botërore. Atëherë kur Britania ushtronte pushtetin në këto toka, ju nështrua kolonizimi të ngadalshëm duke sjellë hebrejtë të Europës lindore si refugjat. Ideja për një shtet hebre ishte ngjizur qëmoti në qarqe sioniste, ndërsa koncept modern dhe serios do të merrte në Rusi në vitet 1880, kur u formuan grupe hebreje me synimin specifik për t'i ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë. Kjo ide kishte marrë jetë gjatë mandatit britanik në Palestinë në periudhën 1917-1948. Historianët theksojnë se paaftësia e Londrës për të balancuar imigracionin hebre me të drejtat e arabëve palestinez gjatë asaj periudhe e shndroi mandatin në burim të një grindje strukturore dhe afatgjate, ndërsa ne sot po e shohim se realisht nuk është një konflikt i armatosur, por një agresion i pafund i fuqive koloniale për të ndryshuar tërësisht realitetin demografik në territoret palestineze. Ajo që e filloi Britania e që ndihmuan gjitha shtetet e fuqishme europiane është kjo që e shohim pra sot.